أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجوه 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 سفري كوبرت زجوه 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أشتريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أشتريت. Të ndruar, selamu alaikum. Vazhdojmë ne me emisionin ton Merr Frim, edicioni special për muajin e bekuar të Ramazanit, ndërsa mysafire kemi Hoxhën e ndruar Enver Azizi, të cilët ju urojmë mirëseardhje. Mirë se erdhe Hoxhë e ndruar. Mirë se ju gjej. Si temë për sonte kam zgjedhur një ibadet të veçantë, i cili përkon me muajin e bekuar të Ramazanit, ajo është leximi i Kuranit. Mase jena muajin e Ramazanit, muaj ku ka zbrit Kurani, mendoj se edhe tema është shumë e qëlluar të flitet rreth Kuranit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atëherë si për fillim, na tregoni diçka për vlerën e leximit të Kuranit. Kur flasim për vlerën e leximit të Kuranit, një gjë duhet ta dimë se Kurani është libri i besimit, libër bazor i besimit islam. Është kushtetuta e Islamit. Është statusi i Islamit. Ajo është i gjithë Kurani. Tash njerëzit për leximin e Kuranit ka fjalë të ndryshme. Mundemi me fol edhe fjalë të cilat kanë fol dietarët rreth Kuranit. Dietarët musliman edhe jo musliman. Edhe kur lexon dikush dëni libër, krenohet. Pse krenohet? Se librin e cilit autor e kam lexuar. Për shembull, unë lexoj një libër një autorit thjesht, një djalë i ri, ndoshta në shkollë të mesme apo në fakultet, e ka shkruar një libër të vogël, thom e kam lexuar filan librën. Ama qetri thot unë e kam lexuar Nietzschen, a qetri thot e kam lexuar Dostojevskin, e kam lexuar Ibn Taymin, a qetri thot. E kështu secili krenohet me atë çka ka lexuar. Po krenaria më e madhe është kur e lexon njeriu Kur'anin. E pse lexojmë Kur'anin? Nga se është fjala e Allahut. E tash të flasim na vlerën çka e ka leximi i Kur'anit, tash mos gjanohemi me dalë në tjera tema të ndryshme, na kena fjalën te vlera si ibadet, flasim si adhurim. Për vlerën e Kur'anit ne nuk mundim me fol fjalë ndryshe fjalë dietarëve, përpos çka ka thonë Allahu edhe çka ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam. E tash fillimisht shkoj me disa fjalë, disa ajete ku Allahu çka ka thonë për Kur'anin, unë vetëm se do t'i lexoj si shpejt. Inshallah. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ata të cilët ne u adham librin, e lexojnë atë ashtu siç duhet, ata e besojnë atë. Ajeti i ditë, dëgjotash, do t'i dëgjosh ajetet edhe në më në fund do dalim më një rezume të këtyre. Ajeti i ditë thot: "Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun." Kur të lexohet Kur'an, dëgjoni që ju ta fitoni mëshirën e Allahut. Ajeti i tretë thot: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Besimtarët e vërtet janë ata të cilët kur përmendet Allahu rrënqethen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Edhe kur ju lexohen fjalët e Allahut, atyre ju shtohet kush? Ju shtohet besimi. Qëtëra ajet thot: "Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Ata të cilët ju adhamna librin, e lexojnë atë, edhe japin nga ajo çka ju kena dhënë na, msheftës apo haptës, ato janë duke e bën një tregti e cila nuk ka të shterur. Më një ajet ka thonë, e besojnë ato çka lexojnë Kur'anin. Ajetin tjetër ka thonë, do të jenë të mëshiruar. Ajetin tjetër, ju shtohet imani. Ajetin tjetër thot, e fitojnë apo bojnë tregti e cila është e pashtershme. E gjithë këto, kur ti kanalizojsh, më në fund del, se ti e kije shpërblimin e leximit të Kuranit në baza të ajeteve të cilet i lexuam. E tash, në këtë kontekst, edhe Muhamedi alayhis salam i ka nxit sahabët me lexuan, na ka nxit neve, na ka motivuar duke na treguar për shpërblimet që do të ketë ai lexuesi i Kuranit. Çka ka thonë?
ka thonë, ikra'ul Kur'ane, fe innehu ya'ti shafi'an yawmal qiyame. Lexoni Kur'anin, se ai do të jetë, çka? Ndërmjetësues për te ditën e gjykimit. Për ku ndërmjetësues? Për me hinë xhenet. E Zotë na, pse i bojmë këto adhurime? Pse mundohemi? Pse lodhemi tash në Ramazan, agjerim, teravih, zeqat, namaz, më thave, tash, këtë adhurimet, qëllimin të fitojmë nesër xhenetin. E për me ndërmjetësuti një prej gjërave që do të ndërmjetësojnë, do qetë edhe leximi i Kuranit. Pastaj, që ka thonë Muhamedi alayhis salam, kush e lexon një harf, një shkronjë të Kuranit, ka thot shpërblim, sevap për te. Po për çdo harf nga 10, shpërblimet në Islam janë me 10. Shpërblimet janë me 10, dënimi një me një shkon. Pastaj hadithi tjetër, çka thot? Thot sura Bekare, edhe sura Ali Imran, të dihet nëse i lexoni besimtar, në ditën e gjykimit kanë mi dalë si mjegulla. Do të jetë privilegj për këtë, se ki ka qenë gjithmonë i lidhur me Kuranin, apo lexues i Kuranit. Pastaj thot Muhamedi alayhis salam, kur flet për shtëpinë, harmoninë familjare, ka thonë se më një shtëpi në të cilën të bohen njerëzit, lexojnë Kuran, aty do të jenë të mbuluar me krahët e melekëve. Aty do të ketë qetësi shpirtërore, aty do të ketë mirëkuptim, do të ketë rehati. Pra harmonia familjare në shtëpi krijohet duke u lexuar Kuran edhe duke u bën ibadet aty. Mirë po, në shtëpinë të cilën nuk lexohet Kuran, nuk ka asgjë prej Kuranit aty, dëgjohet vetëm muzika, vetëm gjëra të cilat e degenerojnë shoqërinë, e aty nuk pritet me pas hajër edhe bereqet në atë shtëpi. Kurse shtëpia në të cilën lexohet Kuran, krijohet harmonia edhe qetësia familjare. Dhe Muhamedi alayhis salam ka përshkruajt një njeri i cili nuk din asgjë për Kuranit, nuk e din as një sure. Ka njerëz muslimana, ama nuk din asgjë, as një sure. Thuaj kulevallaj, nuk e di kulevallajin. Ky njeri sikur ajo shtëpia e rënume, e lanme. E ke pa do shtëpia të vetra kur zbanojnë njerëzit, e kanë lënë ngadal shkatrohet, prishet, nga vetvetiu ajo demolohet ajo shtëpi. Kështu thot, është ai besimtari i cili nuk din asgjë nga Kurani. E tash, më një tjetër hadis e ka përshkruajtur Muhamedi alayhis salam, thot besimtari i cili lexon Kuran, është sikur ajo pemë apo portokalli të themi, i cili edhe aromën e ka të mirë, edhe shijen e ka të mirë. Po besimtari i cili nuk lexon Kuran, ai prapa është besimtar, prapa musliman i mirë, këtë mundet mi pas, shijen nuk e ka të mirë. E ka përshkruajtur apo e ka krahasu me hurmën. Hurma e ka shijen të mirë, i ka vitaminet, gjithat mirët i ka, ama erën nuk e ka të mirë. Po ka dhe munafik të cilët lexojnë Kuran. E munafiki i cili lexon Kuran, është sikur ajo bima, apo ai fruti i cili erën e ka të mirë, ama shijen e ka të edhët. Ka disa bimë, erën e kanë të mirë, shijen e kanë të edhët. Ai me munafiklëkun e tij mundohet mi mashtru njerëzit, se unë po lexoj Kuran lexon Kuran me pare, në për gara mundet me marr pjesë, mundet me qenë dhe një garus i madh i Kuranit, në për gara ndryshme, po mundet me qenë edhe një munafik, ku me ditë mbrëndësinë e tij çka e ka vetëm për punë financiare dikush e ka, kupton, të lexoj Kuran, të përfitoj nga Kurani, kurse ana tjetër ka dhe nuk e fal namazin. Ka edhe asnjë raste. E këto janë sikur ajo bima e cila erën e ka të mirë, ama shijen e ka të edhët. E munafiku i cili nuk lexon Kuran, është sikur ajo el utrugje, ajo bima, nuk e di tash pse për momentin s'm kujtohet, si ajo bima e cila, apo ajo fruti i cili nuk ka as shije, as erë të mirë nuk ka. Allah i na rujt. Hoxhë, për ta lexuar Kur'anin duhet ta kuptojmë gjuhën arabe, duhet alfabetin arab, elifin ta mësojmë, më kupton. E ka disa që thonë as se si nuk më hin krije. Hi me mësu të dë një hoqë, kur qësh nuk më muj me hi me mësu, me më hi në krije, leximi i Kuranit, mësimi e lifit, të më thonë. Këtu është një problem të do njerëz që ka do zgjidhje psikologjike. Për çka zgjidhje psikologjike? Për shembull, ndëgjosh tani emision në një televizor në Arabi, edhe i pyetëshin njerëzit në rrugë, ju bëjshin pyetje sugestive. Janë 10 të përgëzuarit për xhenet. I din këto, i ke dëgju.
10 vetë ju ka tregu Muhamedi alayhis salam, filoni do të jenë në xhenet. Edhe ato titullohen 10 të përgëzuarit për xhenet. Edhe e pyet ke gazetari, cilët janë, sa janë 10 të përgëzuarit për xhenet? Unë dalë 7. E pyet ke tjetër, sa janë 10 të përgëzuarit për xhenet? Thoj ke 6 tjetri. Do të pse nuk ndal ke pak me logjiku çka është duke pyet. Tash ka disa njerëz. Nëse pyet me cilën datë bën një motetori, se di me dish kam kaluar në shkollë. Ka njerëz ashtu. Me cilën datë bën 2 maj, nuk e di, se di unë fort nuk kam. E tash çka problemi te ky? Në për monitora, në për vetura, tash këto moderne, kur ka dhe një defekt, kallët ajo sezore e jap një shenjë, një dritë. Edhe atyre ju ka kallë ajo drita, unë nuk di. Edhe ka fitu një bindje, unë nuk di. Këtë gjanët e di. Kerrin e vozit, kamion vozit, internetin e punon. Këtë punë të di. Këtë punë të di. Me vetë, dishka jo, se di këtë. Banja një pyetje sugestive, nuk e di. Kjo kategoria njerëzve, qka e kanë që këtë problem, unë nuk di, kjo ju kanë bjella tine, këtë duhet me heka ti dhe një psikolog, këtë punë i ka leta. Shumë qartë. Këtë punë i ka leta. Mirë po, ka, tash, qka janë kësaj kategorie, këti nivelli, a mu janë hafizat Kuranit. Plot ka nuk din shkrim edhe lexim. Kuranin e din për menç. Plot ka janë të verbër, Kuranin e din për menç. Çka mungon këto? Mungon vullneti. Te ki mungon vullneti, ama ana tjetër, Allahu e ka garantuar ruajtjen e Kuranit. Me çka ka garantuar? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allahu ka thonë ne e kena zbrit Kuranin edhe ne do ta mbrojmë atë. E Kurani është mrekulli, edhe është i mbrojtur me mësimin e Kuranit. Kur e ka mundsu Allahu, kur e ka marrë përsi për ruajtjen e tij, u ka mundsu edhe atyre për me mësu Kuranin për menç. Edhe atyre të cilët janë kësaj kategorie që ka thashë se janë të bindur në vetveten e tyre, e kanë fituar një bindje se unë nuk di edhe nuk muj. Allahu çka ka thonë Kur'an? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Ne e kena bon Kur'anin të lehtë për me mësu. Kur'ani është i lehtë. Plot kije pleq të cilët janë moshën 70-75 vjeçare e din Kur'anin, e kanë mësuar me lexuar. Me mor tash mi pyet ato mësues të Kur'anit, mualimat, ka janë e kas janë. Kanë se ato që mësojnë për kurset Kur'anit nuk janë si në shkollë me klasa pare, 2, 3, 4, 5. Gjithë mësojnë klasën e parë Kur'an. Amo kanë nxënës ka 70 vjetë. Ka dikun 80 vjeta është i vjetër. E mëson Kur'anin. Tash para një jave, nështë këra rasti, po në rrjetet sociale dikun është arabisht, në Shqipë se ka postu dikush ajo, një punëtor i Sudanit në Arabinë Saudite në Riyadh. Masi ka dalë në penzion, në pleqëri, gjithmonë e ka pas gajlen si ta mësoj Kur'anin, ka dalë në penzion, pinë Riyadh, ka arë në Medine. Ka arë në Medine edhe ka shku në xhami të një i thojnë halka arabisht, na e përdorim halk. Me kumësohet Kurani, ka disa kurse zhvillohen ati në xhamin e Muhamedi a.s. Medine. Ka shku të një hoxh me mësu Kuran, edhe tash pra një jave u bon hafiz i Kuranit. Hafiz? Cilën mosh? Si? Cilën mosh? 75 veçare. Ende se kam mbrojt me morë të thot atë diplomën, po tha jam në fazën e përsëritjes. E ka kri hifzin, tash është duke përsërit disa herë, që edhe me dalë edhe me morë diplomën e hifzit. Çfarë kohë? Koha 75 veçare i plak. Po mirë, të tregoj edhe një rast. Nëse ke dëgju për Imam el-Kasai, këtë djetar, për djetarët vjetër, ka jetu në kohën e Harun el-Rashidit. Në qatë periud ka qenë, kohën e Abasive. Ka qenë çoban, ka pas mbi 20 vetë. Edhe duke i quë dhend, partikullot, atin në rrugë, një non po i vrapon fëmijës mrapa. Amo fëmija i lazrum. Problematik. Hëtë shkopi thot me shku të xhamia me mësu Kur'an. Ai nuk shkoj, fëmij i lazrum. Hajde po i bërtet tha, marabir. Nëse nuk shkon me mësu Kur'an, dije se s'kur ki qobani ki e me metë. Edhe ki undalë, tha,
Mara si po më vlerësoj ka njerëzit, ka menu se jam unë e dikushja, më këto nëse nuk mëson, po u bankën se une, do në thotë, aqë që ka më një gradë, më një dërejë aqë poshtë, edhe më njëherë, qish ka qenë duke i quë dhënd me Mikolot, i ka këthi dhënd për te pazari i kafshëve kua. I ka shku në pazar, i ka shqit dhënd. Edhe më njëherë ka shku a registru më një halkë, më një menë ku mësot Kurani, më një xhami, edhe ato parët të cilët i ka marë prej dhëndve që i ka shqit, i ka rujt për shkollim. Ka nis a shkollu edhe a bo njëndër lexues të njohur të Kuranit edhe gramaticentëve më të njohur të kohës së tij në kohën e vet. Aq dietar apo i madh mas asaj kohe, saqë Harun al-Rashidi ka qenë halife. Edhe njerëz të këtyre hulefave i kanë pas mësues të vet. Perandorët që kanë qenë, i kanë pas mësues të fëmijëve vet, ato nuk i kanë çu fëmijë në shkollë, me rkejt special e kanë zgjedh mësuesin më të mirë që ka qenë me mësu fëmijët e atyre. Ai ka shku e ka marrë e ka përzgjedh këtë edhe ka shku në shtëpinë e këtij. Ka qenë këshilltari Harun al-Rashidit apo edhe mësues i nxënësve të tij. Pse kur e boni ai? E boni mas moshës 40 vjeçare. Do të mjafton apo mungon vullneti. Nëse kia vullnet, çdo gjë mundesh me. Hoxhë ndërum, vlera e atyreve që u mësojnë tjerëve Kuranin, hoxhë xhallarët, por nuk është patjetër me kon hoxhë që u mësojnë tjerëve Kuranin. Allahu ka thonë Kurani, wa ahsin kama ahsan Allahu ilejk. Ban mirë si që ka bon Allahu mirë me ti. Ban mirë si që ka bërë Allahu mirë me ti. Tash, me qka me bon mirë? Me atë që ka ta ka thonë Allahu. Ti të ka thonë Allahu të ka mësu me qenë gazetar. Ti në këta duesh me kontribuën. Ti të ka thonë Allahu pasoni, ban mirë me pasori. Ti të ka thonë Allahu ditori, ban mirë me ditori. Ti të ka mësu Allahu me mësu Kuranin. Mësojve dhe tjerve. Se Kurani është fakt se e donë përpjekjen tane ti me bon, vetë me munduën, por edhe është një dhunti prej Zotit. Se çdo kujt nuk ja jep Allahu këtë mundësi. Unë thashe edhe më përpara e përmena. Edhe ato njerëz të cilët kanë këtë problem psikologjike kanë, që pikjet sugestive, a më bëhen hafizat e Kuranit. Bëhen hafizat e Kuranit. Tash, kur i bëhen hafiz i Kuranit, jo mundal ati. Mundal me o mësu tjerve. Muhamedi a.s. sahabët i ka këshillu gjithmonë me mësu njëri tjetrin Kuranin. Edhe deri në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, Kurani është mësuar duke mësu njëri tjetrit përmendsh. Në kohën e Osmanit, Henez është shkrujt dhe është të bu Kurani. Për çka? Nga frika se mos më humbet Kurani. Atëherë kanë filluar në Kuranin me shkrujtën edhe me u bën si mosaf, sikur që e kena në dorë. Ama deri në atë kohë është mësu përmendsh. E kanë mësu njëri tjetrin. E tash ndër hadithet, që nuk janë të shumta, janë shumë pakta që i ka motivu Resulullahi sahabët. Edhe faktikisht edhe neve na ka motivu për mësu tjertë, çka ka thonë? Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin edhe u mëson të tjerëve. E mëson Kur'anin edhe u mëson të tjerëve. Po du me tregu një rast tash. E ki dëgju për Hafiz Banam Ajetin. Ka qenë lexues i mirë i Kur'anit, hafiz i Kur'anit. Baba i tij ka nxjerr shumë havazllar. Edhe ki Hafiz Banami ka nxjerr shumë havazllar. Nga ka qenë këto? Prej Likove janë. Nga fshati Lipkov janë. Të di avazlar kanë punu në këtë drejtim. Shumë Allahu i shpërbleft, inshallah, jo ban me atë Kur'an që e kam mësu varën e tyre dritë. Edhe kur ishte puna për të hiun e imam, edhe po më thot njerë, tha dëgjova se s'po hi imam. Thash, jo bese i kam fëmijët e vogli, duhet njerë me punu, me bon shtëpie, pak me rrish fëmijët. S'muj tash me hi se duhet me punu. Më ka pason një fjalë. Tha, mbaje mirapin, mësoja njerëzve Kur'anin. Këtë qale kam prej ati, edhe ajo bon shkak shka unë hina imam atër. Tha, në xhami, tha, nështë askia rogë, apo pak rogë, tha, po rëski ka me të ardhë për skajnë të Kuranit. Edhe faktikisht unë hina imam, një vjeta dy s'ka morë rogë, por në atë kohë kam dërtu shtëpi. Në atë kohë kur s'ka morë rogë, kam dërtu shtëpi. Ka ardhë, asel rëski, asel bereqeti. Po, për të gojë edhe një rast, nështë nuk është rasti mediumëve. Jo, të regojë bashkë të raste. Po du me të regu pak se na po lexojmë ajete, hadithe këtë, po njëtën praktike që ka po ndodhë. Këtë deshta me thonë. Une shkova në spital me shoqën dhe njerë,
kur njoni na pa, tha, çka po bën, shoqën e kam smut. Kur e pa, hajde tha, ai kish qenë një nxan si shoqës time, se shoqën e kam avizat Kuranit edhe mirët me fëmijë me mësimin e Kuranit. Hajde tha, ti ma ke mësu Kuranin me prit ren këto. Edhe pa ren, hinë mrenda. Kur hinë mrenda, ajo mbota çka po janon infuzionin, ku mësuesja jeme e Kuranit, edhe ajo po ja bën shërbimin, tretmanin më ndryshe më një herë, po i bën nder aty pak më shumë. U bën e drita, shkaku i Kuranit. Edhe kur dalim atje me pagujt një djalë, mësuesja jeme e Kuranit, edhe ai nuk na mor parë për infuzionin, tha unë e paguaj. 3 ndodhen aty. Edhe i thomën shiqo, shpërblimi, se ty pite shpërblimin çka ka ai çka mëson Kuranin. Në këtë dënjo të mirët po vinë. Nuk po bojnë sabër për botën tjetër. E botën tjetër, Allahu e din se çka do të shpërbleja ata njerëz të cilët u mësojnë Kuranin të tjerëve. Disa thajnë, unë e lexoj Kuranin shqip, edhe s'ka nevojë me lexu arabisht. Jam i mjaftueshëm, domethënë i kënaqur me këtë Kuranin në gjuhën shqipe. Tash dikush Kuranin e lexon për kuriozitet. Dikush e lexon për me fitu ditori. Dikush e lexon Kuranin për me fitu sevape. Ne kur flasim rreth Kuranit me lexu si ibadet, lexojmë na ashtu siç ka ardhur. I përsëritim fjalët e Allahut. Edhe aty është shpërblimi. Po nëse don Kuranin me lexu për ditori, lirisht mundesh me lexuan. Por në gjuhën shqipe, apo në një gjuhë tjetër, pa më parasysh cilën gjuhë e din. Do ta lexosh për me kuptu diçka. Se edhe arabët, kur dojnë me lexu Kuran për sevap, po them terminologjinë islame, se fjala sevap nuk ka arabisht, na thojmë sevap arabisht, këto janë terme të cilat mendoj nuk duhet me përkthi, ashtu siç janë origjinale. Terminologji e islamit a kjo. Nëse don me lexu Kuranin për sevap, e lexojnë edhe arabët, e lexojnë arabisht, për me bën hatme, apo diçka tjetër arabisht. Kur dojnë ato me ditë diçka pi Kuranit, e marrin komentin e lexojnë tefsirin. E lexojnë tefsirin, sikur ne shka lexojmë Kuranin shqip. Ka se edhe Kurani shqip ka një lloj komenti për të përkthi Kuranin nga arabisha çdo gjuhë tjetër, ajo është shumë pak krahas asaj se nuk mundet të përkthehet ashtu ne, por me ditë një përmbajtje. Për shembull, ti surën Bekare me Kuranin shqip nuk mundesh me komentuar me Kuran shqip, po do ta lexosh edhe do ta shifësh çka ka folë Allahu aty për jo besimtarët i kon fillim fol. Pastaj fol dikon për munafikët, çka ka fol për rastin të cilën lopa e Ben Israeleve, si ka qenë ajo rrjedha atëherë. Këta e kupton çdo kush, këta do ta kuptojsh shqip, po të futesh më thellë diçka nuk mundesh, përpos se me lexu tefsira më të. E tash, nëse e lexon për shqip, mundesh me lexu për sevap nëse don, vetëm do ta lexosh ashtu siç ka ardhur. Po. Që shpesh vinë pyetje në produksionin tonë Audionur, gratë kur janë me ciklin mujor, a mund të lexojnë Kuran? Nëse jo, çfarë ibadeti mund të bëjnë? E tash, janë disa adhurime të cilët kur është njeriu edhe gjunub, edhe gratë në menstruacione, çka nuk lejohen ato adhurime mi bën. Të adhurimet agjerimi, namazi edhe tavafi janë unanim të gjithë dietarët që nuk lejohet gruaja me bën ndonjë ibadet. Kurse adhurimet menstruaciona kam qëllime. Kur është menstruaciona, nuk lejohet me bën tavaf, nuk lejohet me bën namaz, nuk lejohet me bën Ramazan, me bajt Ramazan, me agjeruan. Kjo masit kryen, nëse i ka mbet tavafi, është ende në haxhati, kur të krije menstruacionin, e kryen tavafin. Agjerimin e kompenzon, apo e ban kaza, kurse namazin nuk e ban kaza. Kështu thot Hazreti Aisha dhe në ka përësit Muhamedi a.s. që Ramazanin ka thonë ban e kaza, kurse apo agjerimin ban e kaza, namazin jo. Tash, a me lexu Kuran ajo, ka dy mendime. Jo dy mendime, po dy forma. Një forma me marr Kuranin në dorë edhe me lexu musafin. Tjetra me lexu përmendsh. Edhe këtu janë nda dietarët do. Kanë thonë se po shumica janë që mendimet Kuranin në dorë me marr me lexu nuk ban. E kanë krahasu me atë kur është gjunub.
edhe ai nuk ban me lexu. Por, të ai i cili është gjunum, këta tjerë djetarë, kanë thonë, ajo është kohë e shkurt, pastrohet edhe lexon. Kurse të menstruacionet duhet me prit një javë ditë. Tash një javë ditë, dikush mundet me qenë mësuese, edhe është në shkollë, që ajo mund dalë një javë ditë milion nxënësit pa mësim, jo, ajo do të shkoje, do të ligjeroje, apo do të vjene puna me u ndëgju nxënësve Kur'anin, me u ndëgju, apo me u lexuar ndonjë ajet, apo dikush është ligjeruse, edhe ka momentin me majt ligjerat, duhet me lexu ajo, me fol ndonjë ajet, me përmend për ta. Krejt ka thonë Resulullahi asdi Aishës, në çka bazohen këto? Kur i ka thonë Aishës radiallahu anha, këtë punë kri përveç tavafit jo në haq, kur ka qenë menstruacione. Edhe guralecët mundet me gjujt nëse është në hajt. Edhe me lexu Kur'an, po me lexu përmenç, që mos të harrohet edhe mos të ketë pengesa diçka Kur'ani. Kjo është Dhikra mundet me bo. Dhikrin mundet me bo, tesbih mundet me bo, mundet me dhonë dëni këshill, me dëni ajet, diçka, kejtë këto lejohen, përpos ato trija, agjerimin, namazin edhe tavafin. Hoxh, në i tregim nga historia e djetarve që ka të bëj me leximin e Kuranit. Nëse lexon tash biografinë e dietarëve, si kanë bë hatme, ka 3 ditë, 5 ditë, 7 ditë, dikush për një ditë e ka bë hatme. Këto janë shumë ka raste, shumë, sa dush merr raste. Po Imam Maliku, ai në Ramazan i ka ndërprer këtë aktivitetet. Ai tan jetën e ka quën duke i mësuar njerëzit. Kur ka në Ramazan, as nuk ka ligjëruar, as gjë, vetëm ka lexuar Kur'an. Vetëm këtë ibadet e ka pasë, ka thonë muji i Kur'anit, vetëm atje përqendruan. Po, një rast më interesant, nuk e di sa ja vlen, sa përshtatet me pyetjen e juve, ka qenë në Kairo një Halil, e ka pasimin, Halil, ne i thujmë shkurt. Ai ka qenë mjeshtri hasrave, hasra, a i thonë edhe ju hasra? Në për gjami. Në për gjami, që kanë unë? Po. I kanë thonë Halil hasra, e ka pasimin. Edhe i ka frekuentu shumë gjamit. Ku ka po në një gjami se mungon dhe një hasër, ka shku e ka ndreq, me thonë nga bugjeti i vetë, e ka quen ata, vetëm mos me lonë shprast, bamis ka qenë në drejtim. Edhe një ditë po e shë një ondër, e kishtë mjell një pregëll, një rush të shpia, vinë njerëzit hanë në rush, shkojnë, nuk hargjohet. Edhe një ditë po e shë një ondër. Kishtë shku të një hoqë në Egjipt. Kishtë shku të një hoqë, thot, abe jam të e pa një ondër, disa herë për më përsëritët. Qara ondre? Po e shonë një rush në shpijen time e kam bjell, vinë njerëzit hanë, shkojnë, s'po hargjohet, ape po ka rush. Edhe i kishtë qenë i menshur, a i hoxha, thot, a kijeve fmi? E kam një gjallë, thot, 2 vjet i ka emnin. Se ka emnin Mahmud, që e të mësoj Koranin, kishtë thonë. Edhe e ka qu me mësu Koran, a bo hafiz i Koranit, edhe ka shkuar registru studimet e Koranit, shkencët islami i ka kri në fakultetin e Azharit. E emrin se ka pas emrin Mahmud. Kusha ki Mahmud el Husari e ka emrin. Nëse përkthejmë na tash Mahmud Hasra. Mahmud Hasra. E qka karakteristik për këtë? I pari cili e ka incizu Kuranin studio komplet, është Husaria. Husari, po. I pari cili ka lexu Kur'an në OKB, është Husaria. I pari cili ka lexu Kur'an të shtëpia Bardh, të sala e Kongresit Amerikan, është Husaria. Po edhe të pallatin mbretëror në Angli ka lexu Kur'an Husaria. Edhe sot e kësaj dite në për programat kompjuterit, në për lexime kine njerëzit e lexojnë Husarien, edhe tash do në thot, ai rushi, po ham hala për ati rushit për Husarijës. Kjo është ka njerëzit të cilët lexojnë Kur'an. Edhe tash, ti mund është me thonë, ka be në Arabi qka mos? Qka mos ka në Arabi, të linjeri? Jo, edhe të ne ka. Edhe të ne ka, po nuk e dim. Nuk e dim. Po të goj edhe një rast pak ma thjesht, gjysha ime, nana e nanës. Ka jetu 90 vite, para 2 viteve ka vdek. Allah e më shërof. Jetën, se ka pasë e jetë luksi, gjithë një me bujqësi edhe blektori. E zanë me shumë me punë bujqësisë blektorisë.
mbi 450 hatme dhurat që ka ju ka bo njerëzve. Një për tyre jam edhe une, nipa, mbesa, daj, kitë që ka familje, dhurat, hatme ju ka bo. Një për tyre jam une. Mbi 450 hatme të shkruara që i ka pas që ka lezu Kur'an. Mos të flasim që ka lezu kështu për veti Kur'an, ka lezuaj. Kur Kur'ani asaj nuk ka mbilën duke lezu hatme. Tash si kjo, ka shumë njerëz, nuk ka vetme, plot ka njerëz, po ne nuk i dim njerëzit. Interesant ose edhe të më shumët për para gjinia e femrore, gratë shumë kanë lexu Kur'an, interesant, që për shembull nëna ime, unë e maj mend si në fëmijë, hatmet shumë i jep rëndësi, kupton, edhe gratë tjera, edhe interesant. Gjë që inshallah vazhdojmë. Kështu. Inshallah vazhdojnë edhe Kur'ani nuk ndërpritet. Kur'ani ka ardhur, Allahu e ka garantuar mbrojtjen e tij, edhe do të jetë gjithmonë edhe njerëzit gjithmonë do ta lexojnë Kur'anin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Po ishte kënaqësi që të patë mësonte, për fund a ki diçka përmeshtu? Jo urdhës, për them urdhë, po këshill që në këtë muaj të Ramazanit sa më shumë të jenë njerëzit me Kur'an në dorë. Kjo është porosia ime. Allah i shpërbleft. Amin. Shikues të nderuar, ky për ishte emisioni i radhës me hoxhën e nderuar Enver Azizi. Shifemi nesër inshallah prapë në të njëjtën kohë. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu, 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 si firi kopret. Zgjohu, 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 a do mbereqet. Falu, 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 namazi është drit. Falu, 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 me zemër e shpirt. Falu, 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 namazi është drit.